Çfarë thot, ose ka pasur ndonjë gjatë këtyre ditëve të protestës ndonjë reagim, për shembull, kur hyn në kryeministri? Ai hyn nga Nga ana tjetër. drejtim tjetër, se kryeministria ka 3 hyrje, po del nga ana këtej, praktikisht eskorta kalon nga ana këtej dhe përballet gjithmonë me thirrjen e aktivistëve, qytetarëve, duke i thënë atë që është provuar tashmë, që janë hajdut. Dhe kjo me zhduket është shqetësim shumë i madh për ta. E ju do ta vazhdoni protestën edhe prisni një, siç thatë, masivitet të madh të njerëzve që i mbështesin edhe aktivistëve. Urdhëro edhe një herë se nuk ju dëgjova. Do ta vazhdoni protestën pra dhe prisnin sa më shumë njerëz që ju mbështesin. Po, gjendja që është Shqipëria sot, do duhet që njerëzit ishin rrugëve të gjithë, se më gjeni një vend normal ku kapet zëvendës kryeministria duke bërë afera 53 milion euro, ku kapen drejtues të institucioneve qendrore, diku 100 milion euro, diku 300, diku 400, dhe njerëzit të rrinë. Do me thënë, unë mendoj që ai duhet kishte rënë dje, jo sot, se nesër është vonë. Po kjo është çështje e shoqërisë. Unë nuk e kam në dorë shoqërinë, këta dje me vajza që po angazhohen nuk e kanë në dorë shoqërinë. Ajo që kemi ne në dorë është të bëjmë detyrën ndaj atë dheut si individ, secili nga ne detyrën e vet. Pra, me fjalë të tjera ju thonin nëse ai i jep dorëheqjen, kryeministri dhe të tjerë pushtetarë, ju e pushoni protestën? Po patjetër, protesta lidhet me kërkesa kryesore e protestës është dorëheqja e Edi Ramës dhe krijimi i një qeverie tranzitore e përbërë nga intelektualët më të mirë që ne kemi,